Apo ju shkojnë krejt paret të blejt tesha. Ka plëtsi ti, bile ka dhe persona cilët janë të varur nga shoppingu. Kjo s'ka të bëj me nevojt vërtet praktike për me blej roba, mirë po ka të bëj me impulsivitet i cili t'jap knaqësi, qoftë edhe për pak qaste. Sipas Hirschman, blerja impulsive është një reagim i menjëhershëm emocional dhe shpesh i pakontrolluar. E në qoftë se ti kalon nga blerja thjesht për knaqësi deri tek blerja impulsive e cila shkakton stres edhe borxhe, atëherë kjo më nuk është impuls, po është kompulsivitet. Ka persona cili familja e tyre ju merr kartelat edhe parat në mënyrë që me e kontrollu këtë impuls i cili është vështirë i kontrollueshëm. 1/3 e të rinjve thonë që ata bojnë blerje të tilla kur janë duke u ndjetë të mërzitur, kur janë duke u ndjetë bosh ose thjesht për qaf. Hartni, këta e qunë roller coaster emocional, që do më thonë që ti fillimisht ndjen shumë knaqësi, ndjesh shumë mirë që ke blej tesha, mirë po pastaj ndjesh në faj, ki ankth edhe ndjesh bosh. Zgjidhja sipas Dittmar është që ti me e dallu nevojën pse je duke blej tesha. Me e dallu se kur je duke blej që për një me ki nevojë, edhe kur je duke blej për me shëru naj plagë emocionale përmes konsumit. E ti apo harxhon shumë për tesha, kallëzom komente, edhe për ma shumë video si kjo, subscribe Urban FM 103.5 të YouTube, pse ju krejt platforma tjera.